Il Trovatore, kryevepra botërore Giuseppe Verdi të rikthen tenorin Josif Gjipali pas 24 vitesh mungesë në skenën e teatrit të operas dhe baletit me rolin e Manrikos. Rikthimi i dyfisht, emocione të dyfishta. Është një përgjegjësi patjetër e madhe, pasi është një titull shumë serioz, Trovatore. Gjendem, do të thosha, në një klim profesionale vërtet të një niveli shumë të lartë me kolegët, sidomos dhe me dirigentin. Njërisi tjetër e kësaj vepre është udhëheqja e orkestrës së teatrit kombëtar të operës dhe baletit nga dirigenti i mirënjohur italian Andrea Solina. Jam shumë i lumtur për ftesën që mora për këtë vepër. Qyteti është i mahnitshëm me një kulturë dhe njerëz të bukur. Këtu ka vlera që i duhen artit. Jam i surprizuar nga energjia dhe empatia e këtij kasti. Kjo është e bukur e operës. Ndërkohë, drejtori i teatrit kombëtar të operës dhe baletit Aulo Naçi theksoi bashkëpunimin me teatrin e Cremonas në Itali për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë në realizimin e kësaj vepre. Këtë produksion i cili vjen nëpërmjet bashkëpunimit me teatrin e Cremonos, sa më shumë shfaqje dhe do të punojmë, besoj bashkarisht, me ndihmën pikërisht edhe të këtyre bashkëpunimeve që të realizojmë opera të cilat mund të prodhohen këtu dhe të ngelen dhe pse jo të shëtisin edhe në përbot, atje ku është nevojshme që një ide dhe një produksion i një teatri, siç sot është Teatri i Tiranës, të ketë vëmendjen e dur. Il Trovatore mund ta shijoni në datat 11, 12 dhe 13 dhjetor ora 19 në Teatrin Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor.